përmendja dhe kujtimi I shumt I vdekjes. Edhe unë edhe ti, nëse ndalemi pak edhe mendojmë se nesër ka mundësi me qenë dikush për neve këtu në xhami që është në varr. Edhe kjo është interesanta. Na javën që kaloi kishim kështu një rast. Një vëlla I devotshëm I mirë, besimtar aktiv, I cili është dallu me kontributin e tij për dinën e Allahut dhul xhelal. Bosgjeta e çuditshme. Familja e tij udhtojnë prej Deçanit në Turqi. Jetojnë një kohë në Turqi, prej Turqi emigrojnë në Belgjik. Jetojnë një kohë gjatë, Allahu jep bereqet, jep punë, e ka plën kanceri, smundja rand. E lufton smundjen me mjekësi, me ilaçe, me kemoterapi. Bëhet më mirë. Forcohet. Shkon në vizitë të teza e vet në Australi. Pra unë do pinë në Evropë në Australi, sa 1000 kilometra ka. Pse? Se atje ka thirrë gjeli, që të jep shpirtin Allahu xhelal në Australi. Jeta si është. Kush na garanton edhe neve për shembull që kur nisesh me botin një punë, do të vdes atje edhe nuk kthehesh pa. A dallimi I madh është. Kur nisesh me shku në umre apo në haxh edhe vdes, kur nisesh me shku në xhami edhe vdes, kur nisesh me shku në xhihad edhe vdes apo vritesh, kur shkon me kërku dituri edhe vdes, edhe ky vdiqen. Ama ky vdeku në vepër të mirë. Edhe të konë Allahu më gjali I kënaqur ai me te, e ki tjetëri nuk e dim. Për nesër kërës desh, qaj hap, qaj pun që e bone ti, a ka me qenë në mesin e veprave të mira që kanë me të rëndu kantarin, apo jo, këtë pyetje parashtroje, edhe jepi vetë ti përgjigje pastaj. Dhe ti e merr vesh çka I duke bon, ti e merr vesh vetë pastaj çka I duke bon. Edhe këto raste fatkeqësisht vazhdimisht në përsëriten dhe shpesh herë harrojmë të marrim qëndrimin e duhur edhe të saktë në lidhje me to. Kujtesa e vdekjes, përmendja e vdekjes është njeriu me nxitue, me vrapue në përgatitje për ahiret. Kur e ki një borx edhe ki afatin e lamjes borxhit, sa më shumë që të afrohet afati I lamjes borxhit ka panika. Pse se erdh vakti anë të alos ki bo parat hazër. Edhe ti mundosh me rujt burnin tane, me rujt faqen tane, ftyrën tane. Edhe kur afrohet afati dhe ti nuk ke bo kur gjo, nuk zë veni vend. Shqetësohet shumë. Parmendoj neve të gjithë në afrohet afati I takimit me Allahun, edhe nuk shqetësohemi se punët e tona të mira nuk janë duke ushtu, bile kanë herë në paksohen. Po, për të gjithë vlen kjo. A ne kërë e kujton vdekjen, atë të rok panika. A thu, shka bona unë e sot? Cilën vepër mund të dalloj për veprave të mira sot? Me cilën vepër mund të lavdrohen para Allahu dhul xhelal se e bona këtë vepër për hir tënden, o Allah. Kujtimi I vdekjes ja bën të mundur njeriu të kupton se është në këtë dynja e cila e mashtron njeriu, dhe se ai nuk duhet të mashtru. E llogarit vazhdimisht vetën dhe punët e veta që ka me I marrë me vete të Allahu dhul xhelal. E ripartin pendimin dhe istighfarin e tij dhe e zgjon vendoshmërinë për të përqendruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Bara ibn Azib radiallahu anhu thot: Ishim duke ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e pa një grumull të njerëzve ishim mbledh në një vend. E tha: pse janë mbledh të njerëz në këtë vend? I than: janë duke gropu një varr. U trishtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush u trishtu? Kush u shqetësu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili ai nuk punonte punë dunjoje. Gjithë jetën e tij e kishte adhurim Allahut dhul xhelal, edhe shërbim të muslimanëve. U shqetësu
edhe nxitoj para nesh, edhe kaloi edhe erdhi te vori, ul me gjënj për toke, edhe u drejtue ka këta njerëz dhe filloi me qajt, i rodhën lotët, ju mush fyra e tij me lot dhe tha: ej ikhwani, o vllazit temi, limithli hadha al-yawm, për këtë ditë bëhuni gati. Kjo është pyetja. A jemi bogati në për atë ditë? A ditë kanë me na majt neve xhamati në shtëpinë, deri te vorët, kanë me na qit prej tabutit edhe kanë me na shtin dhej, edhe pastaj keni pa se cili për neve ka marrë pjesë në vorim, se sa shpejt e hudhin dheun për mi xhenaze. Askush nuk thot ka dal, të presim edhe pak. S'ka shka pret. Shkon të Zoti vet, me punët e tia që i ka bon. Edhe shka ka bon e ka me veti, mirën të mirë, të keqen të keqe. Edhe kohën boshë që ka kalue, do t'i bëhet pishman, do të bëhet pishman për të hadith mirë, po do t'jetë vonë. Këtë hadith e të smuton Imam Mahmedi, Ibn Majah dhe të tjerë, dhe thënë ulemat që është hadithi i sakt. Thot Ebu Dardaja radiallahu anhu, sahabe i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte shumë të qartë këtë fakt. Ebu Darda radiallahu anhu ishte për njerëzve që e kishin kuptuar se kjo dunja është mashtrim dhe se shumë shpejt dita e vdekjes ka më i ardhë se cilit njëri. Dhe nuk grumblon të asgjë për pasurisë. Sa që çdo gjë që kishte në shtëpi tepër se ai duhet prej asaj dite, e ndajnë te fi sebilillah. Kjo është Ebu Darda radiallahu anhu. Çdo dinar që i tepronte në shtëpi, atë ditë e ndaj te fi sebilillah. Dhe kur kërkoi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të bëhet emir, të bëhet i pari, të bëhet kryetar, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: ti jo, s'mundesh se je i dopt. Jo që s'mundet ai me qenë kryetar, por do të ishte ngarkesë shumë për muslimanët. Se do t'i detyroj ke muslimanët këtë pasurinë që u tepron me shpërnda, me ia dhon fukarave. E kjo ishte ngarkesë e madhe, e njerëzit s'kishin me pranue. Ande nuk e la mu bo emir kryetar Ebu Darda radiallahu anhu. Çka thot ky? Thot adhakani thalath wa abkani thalath. Tre gjëra më kanë bë me qesh. Andaj sot është let dikush me qytë vetën Ebu Darda. Ama jo veç emrin, duhet edhe punë me pasi Ebu Darda radiallahu anhu. Se kemi qef me i pasi emrat e sahabeve, edhe mu mbur me to. Ama emrin ku ta vënojmë, duhet të mundohemi të përngjajmë atyve. Edhe pse është fakt që na s'mund bëhemi si ata, ama s'pa ku të përngjajmë atyre. Thot Ebu Darda radiallahu anhu, më kam bë 3 gjëra të qeshem dhe 3 gjëra më kam bë të qaj. Më kam bë të qeshem ai që e shpeson dynjan, a vdekja atë e kërkon. Njeriu që është mashtru mas dynjas, a ka haru se ai vrapo vdekja mas atij, edhe vdekja më e shpejt se ai. E tamam ai kapi dynjan, vdekja kapi për para, edhe me të pa e kapi dynjan. Sa njerëz i kanë shku te Allah të thonë, nesër do të t'ja nisim mu falë. Veç edhe pak, ti sosi do punë, edhe ka mu pendue. Vetëm edhe pak pasurit mbledhi, ta blej dyqanin, ta bëj edhe shtëpinë, edhe pak tokë të blej, edhe një kertë mirë ta bëj, edhe do parat i kem rezervë, edhe mo vesh në xhami ka me nejtë. Ai të thonë edhe, i ardhë melekul moti edhe nuk më rini me thonë edhe e dytë e tretë. Andë thotë Ebu Darda, më shtin me kesh. A njëri që vrapon pas dunjas, a e gjeli ma i shpejt se aj. Wa gafilun, u lejse bi maghfulin anë. Dhe mërë me qesh gafili, i shkujdesun, i shpërfilësi, kurse ka dikush që nuk është gafil ndaj ti, që e përcjell me vëmendje dhe kujdes punë që i bën aj. Wa dhahikun bi mali fihi, wa hua la jedri
radhi Allahu e ardha Allah am askhatahu. Dhe njeriu që qeshet me plot gojë, dhe njeriu që qeshet me plot gojë, a nuk e din se a thu Allahu është i kënaqur me te apo është i dhënë me te. Këta e njerëz që thot Ebu Derda më shtin me qesh. E më kanë shtin me qajt 3 gjëra. E para, firakul ahibbeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa hizbah. Ndarja nga të dashurit e mi, nga Muhammedi dhe partia e tij. Kjo më ka shtin me qajt. E dyta, wa hawlul matla'i inda ghamaratil maut, dhe trishtimi i pamjes në momentin kur e jep njeriu amanetin shpirtin, wal wuqufu bayna yaday Allahi yawma tabdu as-sariratu alaniyah thumma la yadri ila al-jannati aw ila an-nar. Dhe momenti kur dalin para Allahut, kur të gjitha sekretet të jenë publike, a nuk e dim a thuvall udhtimi janë të përfiton në xhennet apo ka me përfunduar në xhehenem. I kanë thonë disa njerëzve të devotshëm të kaluarën, ma ablagul idhat, cilat këshilla janë ma me ndikim, kanë thonë en nadharu ila al-amwat, me pa të vdekimit nuk ka këshill më të madhe se kjo. E tham une, kjo ka vlet për para kur zemrat e njerëzve janë këndbuta. Asot, kur zemrat e njerëzve janë gur, bile më të forta se graniti edhe mermeri, edhe të pa gjenaze, nuk ndikohen zemrat tona. Po. A keni pa, kur shkojmë të voret, njerëzit vazhdojnë muhabetin si në kafe. Vazhdojnë muhabetin si në qajtore. Thuti që ndarësëm kanë ardhë, e jo në vdekje. Thuti që kanë ardhë me mordë nuse, e jo me përcjell gjenaze. Po vallah, shumica e njerëzve që sot marrin pjesë në përvarime, pesë nizën pite xhamia derisa varroset, e kalojnë kohën muhabet, shumë pak për tyve ka që nalën dhe mendojnë dhe mësim dhe porosi marrin. Andaj tham, kjo porosi ka qenë me vend kalumen, ku njerëzit kanë pas zemrat e buta. E sot shumë rallë ki njerëz që kur shohin gjenaze, ju kujtohet vetja që mundet me kon i mbështellur me qefin, edhe me të ati me kon aj, edhe me se atë me përcjell këta. Thot Omer ibn Abdazizi rahimullahu ta'ala, i shkun imam Auzaiut letër dhe i thot, emma ba'd, fa innehu men akthara dhikra al-mauti radhiya min ad-dunya bil yasir. Omer ibn Abdazizi, khalif i muslimanëve, e kishte ndorë pushtetin e asaj kohe. Mirë po, e kishte lidh zemrën me Allahun dhul xhelal, edhe nuk ishte mashtruar me pushtet, edhe me post, edhe me dunja, siç mashtrohen shumë njerëz sot. I shkon njëri të ulemave të asaj kohe, imam Auzaiut rahimullahu taala, imam i dallum, me diturinë e tij dhe punën dhe kontributin e madh që ka, i jep një porosi dhe i thot në letër, atë ka shku menja edhe ty, edhe mu, mi shku letër shokut dhe mikut tanë, po edhe hoxhës tanë, mja kujtu këtë fakt dhe këtë vërtet, e i ka shkut e i ka thonë, dije se ai që shumë e përmend vdekjen, mjaftohet me pak për dunjas. Mjaftohet ma që ka unë Allahu për dunjas. Nuk vrapon me çdo kush me fitu dunjan, edhe milon pas veti punë e mira. Thot ata rahimahullahu ta'ala, kana Omer ibn Abdulaziz yajma'u kull lejletin al-fuqaha fayatadhakaruna al-maut wal-qiyamata wal-akhirah fayabkun. Një kryetar i mirë i muslimanëve, një udhëheqës i drejtë i muslimanëve, të çdo mbrëmje i mbledh te ulemat, fuqahat, mejlis, e kujtojshin vdekjen, e kujtojshin kiametin, e kujtojshin ahiretin, edhe qanin. Për mi zbut zemrat, edhe me kuptu që mos mu mashtru me këtë dunja se këtë dunja, ari dhe argjendi, dinari dhe dirhemi, malli dhe evladi, krejt i mashtrojnë. Është shumë zamet me pështu, përveç ati që Allahu erun, edhe ati që e kujton në vdekjen dhe ditën e takimit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot imam Dakak rahimullahu ta'ala, ai që shumë e kujton në vdekjen, nderohet me 3 gjëra. E para, të agjili tobe, nxiton pendimin.
Nuk e lën për nesër e për mas nesër e me shku te Allahu pa pendim. E nxiton pendimin. E dyta, wa qana'atul qalb. Zemrën e ka të musht me kanat, i mjafton ajo që ka. Nuk lip më shumë se atë që ja ka dhënë Allahu dhul xhelal. Nuk lodhet edhe nuk mashtrohet mas mirave të kësaj bote, pa atë që ka dhënë Allahu, që ka dhënë Allahu, thot elhamdulillah që e kam. Dhe e treta, wa nashatul ibada, edhe është aktiv në ibadet adhurimet Allahu dhul xhelal. Thot wa man nasiya al-maut ujila bi thalath, e kush e haron vdekjen dënohet që tani në dunjë me 3 gjëra. E para, taswifil tauba, e prolongon dhe vonon pendimin. E dyta, o tark rida bil kafaf, nuk mjaftohet me atë që e ka, vazhdimisht lip më shumë se sa që ka. Dhe e treta, o takasul fil ibada, dhe bëhet dembel në ibadetet dhe punët e mira me të cilat fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Kurtubi rahimahullahu taala, s'ka dyshim se ti je pjesëmarrës të shofsh njerëzit duke dhënë shpirt, të shofsh njerëzit duke hek, të ja dhënë shpirtin, të i dalë shpirti dhe të mendosh si çfarë faze të kalojnë i vdekur i pas vdekjes, ja kaput kënaqësit njeriut. E ja largon nga zemra çdo gëzim. Dhe nuk lën syri me umshel gjatë natës, e as trupi me rahatu gjatë ditës, por e nxit në punë të mira, të lodhet dhe të raskapitit duke bëj ibadet Allahun subhanahu wa taala. Ditë për ditëve, Hasan Basriu rahimahullahu taala shkoi ta viziton një njerëz të sëmur. Edhe e gjeti në momentet e fundit të jetës së tij. E pa sa vështirë është me qenë duke dersh, sa zamet është duke dhënë shpirt. Kur e pa gjendje, u largu prej kësaj shtëpie dhe shkoi te shtëpia e vet. Kur e pa familja e vet ishte zverdh. Atë shumë sa që nuk e njoftën, ishte ndryshu këtë ngjyra e tij. E i than, hajde ka ardhur vakti i bukës me hangër. E i tha Hasan Basriu rahimullahu taala, o familja ime, hani ju dhe pini. Wallahi, kam pa moment të trishtueshëm që nuk më la as me hangër, as me pi, po më nxit me bë punë të mira dhe se takoj Allahun subhanahu wa taala. Që i bën dobi atij atë moment. Bëre aparatin të krija, bëre infuzionin ndamar, bëre mjekun më të mirë, ati nuk i bën dobi. As uji, as pija, as mjeku, as ilaçi, as doktori, as maqina, as aparatet, kur si bën dobi. A dit çat moment, një fjalë la ilaha illallah është më e vlefshme për te se dunjaja dhe çka kanë te. Dhe kupton se që e fjalë që neve gjatë ditës kena mujt me thonë me 1000 herë, e se kemi thonë. Kena mujt me thonë me 1000 herë, e se kemi thonë. E kupton se sa se vape i kanë ik, pse për dembeliz dhe për tesës ati ka haru me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Që edhe kur jenë punë, edhe kur jetë të ecë, edhe kur jetë të vëzit, mund është me thonë, ama shejtani nuk lenë. Nëse me përmenë Allahu më gjelali, përmendim njerëzit dhe bëjnë gjibet ata. Kjo është smundje që i ka godit njerëzit fatkesisht dhe që në përsëritet vazhdimisht. Andaj, kështu ndodhi me Hasan Basriun rahimahullahu ta'ala.